Po, gërmimet janë nisë, unë s'pari du mi shfrytëzoj rastin, mi falenderoj shumë policinë e Kosovës për një punë të madhe që ka bënë, njëkohësisht mi falenderoj kolegët e mi, prokuror, prokurisë speciale dhe stafin. Sigurisht që falenderim shkon edhe për ekipin e mjekësisë ligjore, që është me bërë një punë shumë mirë, profesionale, për identifikimin e atyre mbetje motore që deri tash është vërtetuar se janë me origjinë njerëzore. Apo dihet ande kur pritet me përfundu gërmimet? Ky proces mund zgjatë, nuk mund të themi se kur përfundojnë, ajo që ka shumë rëndësi është se identifikimi merr kohë dhe kërkon standard për të marrë dhe për të identifikuar pastaj përmes ADN-s secilin trup. Mirë, po këtu mbetje nuk është se mund të tërheken aq lehtë, sepse duhet që paraprakisht të konstruktohet trupi i njeriu. E pastaj ato të shkohen të dërgohen në mjekësi ligjore, pastaj të vazhdohet me procedura të tjera. Ata që unë mund me thonë sot para juve, Prokuria Speciale do të zbatoj procedura shumë profesionale, të paanshme, të pavarura, me qëllim edhe të respektit ndaj viktimave, po edhe ndaj familjarëve të tyre. Unë ato që kisha thonë para juve dhe kisha bërë thirrje gjithë komunitetit në përgjithësi, është që të mos deklarohemi shumë për rastin, sepse akoma gjithçka është heret dhe deklarimet në publik mund ta dëmtojnë procesin e hetimit e natyrisht dhe mund ta devijojnë rezultatin final. Prandaj unë nuk kam çka shtoj për momentin më tepër, sepse ato çka dua ta them është faza preliminare që është të punu. Punimet kanë filluar me intensitetin e duhur, edhe një herë për shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë ata që janë pjesë e këtij operacioni ndihshëm këtu.